Kate dhe William zbulojnë kartolinën e krishtlindjeve. Princi dhe princesha Walesit kanë publikuar një portret të ri familjar i cili shfaqet në kartolinën e krishtlindjeve të çiftit për vitin 2025. Imazhi tregon William dhe Catherine të ulur në bar të harlisur të rrethuar nga narcizë pranverore së bashku me fëmijët e tyre, princin George, princeshën Charlotte dhe princin Louis. Në një postim të ndarë nga çifti në rrjetet sociale thuhet: "U uroj të gjithëve një krishtlindje të gëzuar." Fotografia familjare u shkrep nga fotografi George Shiner në Norfolk në prill. Ishte një imazh i relaksuar që projekton afërsinë e tyre si familje. Është një vizion mijëvjeçar i një monarkie me xhupa dhe pa gravata. Kartolina e krishtlindjeve shënon gjithashtu një vit tjetër në rikthimin gradual të Catherine në jetën publike, ndërsa ajo vazhdon shërimin nga kanceri dhe trajtimin me kimioterapi. Këtu ajo tregon bashkimin e saj me familjen e saj. Foto duket se janë bërë nga i njëjti xhirim i përdorur për të kapur fotot për ditëlindjen e 12 të George dhe të 7 të Louis. Vitin e kaluar çifti zbuloi një kartolinë krishtlindjesh me një rëndësi personale duke përdorur një fotografi të marrë nga video e publikuar kur Catherine njoftoi fundin e kimioterapisë së saj. Në janar ajo njoftoi se ishte në remision nga kanceri, ndërsa bëri një kthim emocional në spital ku mori trajtim. Disa muaj më vonë, William dhe Catherine festuan për vjetorin e 14 martesës gjatë një vizite zyrtare në ishullin Mull në Skoci. Dhe në gusht, çifti po përgatitej të zhvendosej në shtëpinë e tyre të përhershme në Forest Lodge, Windsor. William dhe Catherine dhe pritet i bashkojnë mbretit dhe pjesës tjetër të familjes mbretërore në ditën e krishtlindjeve në Sandringham në Norfolk. Më herët të muaj, mbreti Charles dhe mbretëresha Camilla publikuan kartolinën e tyre të krishtlindjeve duke i treguar ato në Rom. Fotografia e bërë në prill gjatë vizitës së tyre shtetërore në Itali tregon çiftin e buzëqeshur duke qëndruar krah për krah në një shteg kopshti.